Policia e Korçës ka finalizuar me sukses një operacion disa mujor kundër shpërndarjes së lëndëve narkotike, duke arrestuar 2 vëllezër të dyshuar për shpërndarje kokaine në qytet. Operacioni i koduar Brothers u zhvillua nga specialistët e seksionit për hetimin e narkotikëve në drejtorinë vendore të policisë në Korçë, pas hetimeve të kryera me metoda proaktive. Të arrestuarit janë shtetasit Renato Disha, 30 vjeç, dhe Albi Disha, 24 vjeç, të 2 banues në Korçë. Renato Disha rezultoni dënuar më parë për të njëjtën vepër penale, ndërsa vllai i tij, Albi Disha, është dënuar për drejtim të automjetit në mënyrë të parregullt. Policia lokalizoi automjetin me cilin lëviznin të dy në lagjen numër 14 qytetit. Gjatë kontrollit fizik dhe në automjet, por edhe më pas në banesat e tyre, u sekuestruan gjithsej 41.1 gram kokainë e ndarë në doza gati për shitje, 3 telefona celular dhe një automjet i përdorur për shpërndarjen e drogës.